Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio, duke ju uruar që dita t'ju shkoj e mbar. Të ftosh në studio njerëz që kanë lënë gjurmë në historinë e të tjerëve, siç janë mësuesit. Të ftosh në studio njerëz të nderuar që me përkushtimin e tyre të përditshëm i dhanë punës shpirt. Të ftosh në studio ata që janë brenda nesh në çdo hap tonin, sepse kanë lënë gjurmët e tyre aty në formimin ton, është vërtet madhështore. Nuk i them këto fjalë thjesht nga kënaqësia për të ftuarën e sotme, por nga detyrimi dhe dëshira për të përulur me nderim para përkushtimit, veprës, ecurisë dhe kontributit të tyre. E tillë është e ftuara ime e këtij programi sot, një mësuese e nderuar e matematikës, historia e së cilës përkon me hapat e shumë kujt që kanë ndjekur shkollën e mesme të përgjithshme ose gjimnazin Jordan Misja. Me mua sot në studio është profesoresh Habibe Burrja. Mirëmëngjes, profesoresh, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeni dhe faleminderit për ftesën. Ju keni ngritur pak sa herët sot, është një ngacmim ndoshta jo thjesht nga detyra, nga dëshira, siç e thash, por edhe nga një detyrim që duhet të ketë gjithmonë njeriu, shoqëria, në përkushtimin që ju keni pasur dhe në ato gjurmë të jashtëzakonshme që keni lënë tek nxënësit tuaj dhe kolegët. Faleminderit. Në fakt, pyetja e parë që do t'ju bënin të gjithë ata që ju njohin. Si është profesoresh Habibja? Si kalon ditët e saj, me se merret, çfarë intereson? Është fakt që Habibja në gjenet në Shkodër, përse do në Shkodër dhe ishtë nxënësit e saj. Për fat, unë edhe sot, për mas më shput këtë nga matematika, një nxënës në ditë e baj. Në shtëpi, dhe në tavolinën teme ka librat e të gjitha viteve të matematikës, me të gjitha llojet e programeve që kanë ndëshuar në vite, sepse nxënësit kanë nevojë me pa ndonjëherë, jo vetëm këtë që ajo e pet sot, por edhe gjëra më të thella, e më të thella tek kena badi kur më vjen keq për matematikën e sotme. E sa përkushtim keni krijuar. Në fakt historia juaj është një histori e përkushtimit ndaj shkollës, por dhe një përvojë e madhe pedagogjike dhe jetësore, apo jo, profesoresh? Më ngacmove Merita për të kujtu vitin e parë kur jam paraqit në punë. Kam qenë shumë emocionuar sepse shkosh 22 vjeçe në një gjimnaz me tradita të jashtëzakonshme, kur në një gojë keqja thonte sa ti bën veç aksione dhe punë, në vërtet ishte e kundërta, aty bëj punë dhe aksione. Aksionet bëheshin jashtë orarit të punës dhe gjithçka bëhej në shkollë. Po mësimi ishte gjithmonë i parë. Dhe përpara meje kanë dalë fytyra të jashtëzakonshme që një pjesë e madhe nuk jetojnë. Luan Shatko, Suf Shpuza, Fuat Kastrati, Nikulin Leka, të gjithë këto nuk jetojnë. Mandej Nikulin Preka për fat ai jeton dhe është mirë me shëndet me fatkesi që i kanë rënë. Leonora Borici, Terezina Roncalli, e shumë emra të nderuar të shkollës Jordan Misja. Sa gjë e bukur, ti kujtosh me shumë respekt, por të mendosh vitet që ju keni kaluar në këtë shkollë, nga 1971 deri në 2003. Është një histori e jashtëzakonshme që lidhet me emra, njerëz, përkushtim, emocione, e keni bërë me mira herë atë rrugë nga shtëpia deri në shkollë dhe anasjelltas, me padurimin ndoshta për të mbërritur në klasë, për të dhënë atë përgatitje që ju kishi bërë më herët në shtëpi, për të përballur me sfida. Është natyrisht me kolegët, me prindrit, është një marrëdhënie që rezonon në shumë aspekte, apo jo, profesoresh? E vërtet. Më kujtohet ose më solli fati që në vitin e parë të punës në 71-shin, moram kujdesari një vit parë
që sot ato, edhe sot, se janë shumë të rritur, kuptohet, janë 60 vjeçar, edhe janë të gjithë intelektual, 100%, ndoshta kërkush nuk e beson, pa jo ka një klasë të jashtëzakonshme. Përmend emra, ndoshta më falin në një që mund ta kem edhe harru, memorien e kam halan rregull, nuk besoj. Fatmir Prifti, Nazim Gjeçaj, Jolanda Pavlo, Gjergj Murra, Servet Stankaj, etj. Edhe në punët ku vazhdojnë të punojnë, janë emra të njohur. Një mrekulli. Në fakt, kjo ka qenë një marrëdhënie shumë planshe, një marrëdhënie që lidhet me drasën e zezë, me shkumsin, me detyrat e kontrollit. Kështu janë quajtur atëherë, me provimet, gjithmonë ishte një maraton për t'i realizuar këto, por pikërisht. Ashtu siç është matematika. E vërtet. Vjen ndoshta pak mungesë modestie të them, por ç'është e vërteta. Kena qenë shumë exigjent në kërkesat që kemi patur për shkollën. Në ditën e parë nxënësve kemi thënë duam kaq fletore, jo mi marr me vete, mi pas ju. Fletorën e shënimeve, fletorën e punës në klasë, fletorën e detyrave të shtëpisë, fletorën e detyrave të kontrollit dhe punën e pavarur. Pra nxënësit ishin të gjithë të impenjuar me bë diçka në këtë fletore, diçka me shkru. Dhe përgatitja jonë ka qenë aq e madhe saqë po këto vite unë do të them një gjë që sot duket qesharake, por ndonjëherë ja përsëris edhe nxënësve të fundit të mi, i kam thënë më ka hy hajni, më ka vjedh, ka dal, unë kam kënë të zgjidh problemat me qiri për të nesërmen. Nuk shkoja në shkollë kur pa i zgjidh tanë ushtrimet e librit në temën në vazhdim. Sepse mund gjendesh para të papritave një nxënës pyet diçka, jo atë që i ke dhënë detyrë, por një diçka tjetër që ka lexu, ti do të jesh e përgatitur. Çfarë përkushtim. Janë raste që në vërtet të duken qesharakës edhe fëmijëve të mirë, ku ja kam thënë, jo më mamë se s'duhet me kenë kështu, duhet me kenë më praktik. Unë matematikën kam bë, unë matematikën kam dashur me mësu dhe kjo ishte e gjitha. Në fakt, a ishte vështirë të mësosh matematikën në gjimnaz nxënësve? Ka kenë metode vështirë, që është e vërteta se kena pas metodën sovjetike që në atë kohë, metoda ruse, po themi sot, është prapë metode mirë matematike, po pak e vështirë. Është edhe një gjë që një pjesë e ka një pak dhunti, po kjo dhunti nëse nuk punohet për te, marrën një ditë. Unë më mend një herë do ta them, ndoshta me keqardhje s'ka më në gjumë me knajsi këtë fjalë që po themi, kam pa thënë një gëzim gjini. Nuk e harroj kur një nxënës i viteve të parë të punës teme. Ishte as, s'kishte fletore, harrakat. Ti ke me shku në fakultet dhe s'ke me marru fakultet. Nuk ka marru fakultet. Ato vite, më dhe më mrapa zdi çka novë. Po nuk ka marru realisht fakultet, as ishte në matematikë. Dhe meti në analizë jo herë, po disa herë në universitet. Pra duhet edhe me punu gjithmonë. Krahas asaj që ti ke dhënë ti, duhet edhe me punu. Krahas prirjes patjetër që duhet. Në të kundërt, mund të kesh më pak prirje, po më shumë punë dhe mund të arrish, apo? Më mirë arrin edhe kështu në matematikë, se duket sikur matematika vetëm prirje. Më mirë arrin nëse ai që punon sistematikisht dhe sipas porosive që jepen. Në fakt, profesorish, ju e keni pasur prirje që në vogli matematikën vetë, jo? Këtë më ka konstatu ta ho shkrelin, klasën e 6, unë nuk e kam ditë. Nëse mësojshim si që tanë fëmijët mësojshim tanë alant një lloj. Po kur erdhi puna për provime, më kanë marrë për një tabel, po më thanë gjahit në shtëpi, se unë kisha një baçe ku me mësu me fëmijët e tjerë për provimet e lirimit. Kështu që domethënë do të jetë konstatume. Mu nuk ma duk se kam pas në dhunti të madhe, po 10 kam marrë, 5 në fillim, në 10 në fakt, jo zheni. I zgjidhshit me lehtësi të gjitha ushtrimet dhe problemet. Po ne kena pas i favor se librat, krahas librave shkollor, kena pas edhe i libër problemash. Atë libër problemash tash unë e punoja me kënaqësi të madhe. Mi po ty nuk tolli ushtrimesh, normal që përvetëson diçka dhe perfeksionosh. Ju më pas e morët vendimin vetë për të shkuar për të studiuar për matematika, po? Ja. Kërkoja ishte e modës, ishte kimi industriale dhe marcëllogji. Unë nuk më doli asnjëna, doli matematik. Por e them me bindje sot
si kur 10 herë bëj kërkesa për me shkollë në universitet, do zgjedhja mësuesi dhe matematikë. Sepse keni marrë me shumë dashuri. Keni punuar shumë në shkollën e lartë për të marrë diplomën, për të... Unë kam pas fatin me pas shoqe të mira, keni pas me këtu për edhe disa javë Sadje Bushatin, Sadje Krujen, profesoreshën, Kudret Bejlerin, Kudret Vruzhja, Kudret Bejlerin, shoqe shumë të mira. Ishte problemi kur ne angazhojmë me punu, punojshim pak, për lexojshim për ditë leksionet. Kur vite puna për provime, vendoshim një qetësi absolute dhe në ato ditë na shfrytëzonin mirë. Një përkushtim jashtëzakonshëm, një seriozitet, këmbgulje. Nuk e di, ishte sistem pune. Përndryshe nuk arrihen rezultatet. Megjithatë, menjëherë ju filluat punë në një shkollë të mesme, gjë që kërkonte një sfidë tjetër për të përballuar, apo jo? Vërtet jam një pas zoja kur kam shku në fillim për me përballu atë lloj shkolle, kaq shkollë me nivel koken. Aktiviteti i parë që u ba për medaljen e artë që mori Teodor Tove. Në mënyra si flishin nxënësit për matematikën, thosha unë, a do je me zoja me transmetu këto që kërkohen? Afrom kolegës të me Leonara Borici, sa dhe jo dritë pas të ditë ka vdek para pak mush. Nderim. Nderë ka kënë vërtet. Edhe më thot, do t'ja rrish, se ti me gjanë mu në të gjitha gjërat. Dhe solli fati kështu. Ajo vajzë linit paren, unë vajzë. Ajo djalë, unë djalë, dhe në jetë ne kanë shëshnu disa gjanat përbashkëta. Se mi ka marrë urimet për Leonora Boricit, i falemnderës. Sa gjë e bukur, kur kujtohen gjërat. Aty s'm kanë lënë kolegët me rëshqit. Ishte një traditë e bukur kur doshin me pa provimet e lirimit të matur, provimet e pjekurisë në matur. Ne nuk e jepshim nxënësve tezën pa e lexuar vetë në drejtorinë e shkollës të zgjidhshim. Unë kisha Nikolin Leke në dritë pas, jashtëzakonshëm, vite mu afër, edhe më thotë Habibe, kupton? Profesora, ishtu, bravo! Edhe më thotë e shpatllët. Pra, më stimulojshin. Pa të keqen e kërkesave që ka pas koha, që kishim kontrol nga drejtoria, kontrol nga seksioni arsimit, kontrol nga ministria, këto të mobilizojshin, nuk leshin me fjetë. Dhe keni pasur rezultate, shumë të mire. Keni pasur dhe nxënës ekselent, apo jo? Unë po ju them disa emra se kam frikë se mos harrojnë në një dhe mbjen keq. Meritan Haku për fat nuk jeton më. Kam fitu olimpiadën kombëtare dhe ka kenë edhe në olimpiadën ndërkombëtare ka fitu jo medalje të artë. Alban Burazeri, Plator Borici, Orons Çiftja, Rebeka Skëndo, Arbana Gjilbegaj, këta janë tanë që kanë fitu olimpiadat shkallë kombëtare. Emnin e kishte shkolla jote, 28 nënori, por fitore ti kishte Jordan Misja në atë kohë. Jo, unë kam qenë të shkolla muzikës, në fakt, po, edhe 28-a, po, edhe Jordan Misja kanë qenë rezultatet i kishte Jordan Misja. E sinqerta them këtë, për gjithë shka. Jo vetëm matematikë, por edhe në lanë të tjera. Edhe në Spartakiadat që bajshim në fund të vitit fiskulturës. Nuk e di, ishte më për mu, ishte një shkollë model, ose unë e du shumë, sepse kam punu shumë, dhe kur përmendet shkollë e Jordan Misja, kam emocione edhe sot. Dhe kjo me manë, ju si që ju thash në fillim, në Shqipëri, në Shkodër, se më kam 2 familjet e fëmijëve shumë të mira, mi kanë hapë kratë, me shkupa nuk shkoj. Se ajo përshëndetja mjesit, Nadia mirë profesoresh, Nadia mirë Habibe, si ki pas punë, si me shëndet, unë këta nuk i gjenë as në Londër, as në Itali. Në fakt, ju përmendet shumë emra, nxënësish, janë këto, përveç se kanë qenë ekselent, kanë vijuar me të tillë ritëm dhe hap, gjë që do të thotë se pikërisht shkolla Jordan Misja i ka dhënë një mundësi, një bonus, një entuziazëm për të vijuar më pas. Tanë janë emra, tanë janë të njohur, edhe në përbot janë të njohur, tanë kanë zanë vende tjerë zakonshme. Dhe kina pas nxënës të tjerë, kina një Violeta Cipriani, unë nuk i kam bënë thim. Mirela Cipriani. E famshme, Gerard Gjoni, Sali Orovi, 2 diploma, përveç që ka marrë diplomën e mjekësisë në Shqipëri, e ka konvertu në Itali, tash edhe në Londër, mjek në një spital. Rosita Borici në Kanada, mjeke shumë e njohur, Rida Kastrati në Amerikë. Pra kena emrat të jashtëzakonshëm për shkollën tonë, për mendimin tim. Këto janë fakte reale.
Edhe 3 kryetar bashkie në periudhën e demokracisë janë nga Jordan Misja. Ormir Rusi, edhe më fal, Lorenz Luka edhe Veltana Ademi, të 3 janë nxënës të shkollës Jordan Misja. Ashtu, a? Po. Në fakt, ajo që më bën përshtypje është ajo memorie jashtëzakonshme juaja, por edhe ajo dashurie e madhe, sepse mësuesi nuk i ka thjesht emra nxënësit. I ka ashtu siç tek nxënësi mësuesi lën gjurmë, ashtu edhe përshtypje që lën nxënësit tek mësuesit janë të pashlyeshme. Shumë e vërtetë. Këto ndoshta e pasurojnë jetën, e bëjnë më entuziaste, hapin e secilit prej faktorëve që ndikon tek njëri tjetri. Në fakt, shkolla Jordan Misja në ditët më të mira të saj ka qenë pikërisht kjo periudhë që lidhet me emra, drejtuesish, aktivitetesh, kolegësh, ju disa i përmendet me shumë respekt. Ka qenë një marrëdhënie jashtëzakonshme, apo jo? Ne bam një sallë rinie. Po, sa ma famshme, tani nuk. Me të ardhë keq, ishte në kohë drejtor Adembala, shumë punëtor që ja kemi thënë gjithmonë, ju keni li për drejtor. I Sali Boli shumë aktivist, ishte në atë kohë erdhit e ne. Kanë arrit me pru jo një herë, po disa herë grupe të ansamit këngëve të vallëve popullore. Ne aty e ktheshim në fest. Shkolla jonë ishte, nuk di që të them, unë për vetën mia vetin më bukur se sa kur isha studente në Tiranë, ato vitet e para të punës, ose në atë kohë kur badhe sallarinis në shkollën e Jordan Misja. Kolektivi ka qenë shumë unik. Shkojshim në aksion me shoqënu nxënësit, gjithmonë kishim një shok të fortë që na mbështete. Ta në mësuese të reja. Kështu që në shkolla e Jordan Misja ka me të vërtet kujtime të mëdha. Dhe janë thënë edhe diploma medalja Ari. Po, gjatë që kam persona që kanë marrë medalja Ari. Janë do të thosha yje të ndritur të shkollës që nderojnë veten, punën e tyre, punën tuaj, të familjeve. U hoqen ma vonë për ato majnë mend që kur jepshin medaljet e Arit, për shembull ka qenë të Dortodha i pari që ka marrë shkollën tonë, ka qenë Mimoza Kajo që është juriste, prokurore, edhe Loreta Vuksani për fatin e keq nuk jeton më di shumë e re në Itali. Tjerë zakonshëm kanë qenë tjerë si luftohet. Bile ne na bante përshtypje që kur i afroheshim i thonë ç'a doni me vazhdu, na ishte kriju përshtypja sepse ishte degë zgjedhur mjekësia që vazhdon edhe sot, se të do shkojshin mjekësi përveç Teodorit, asnjëri ai do shkonte në mjekësi normal, si ishte bir mjeku dhe ja donte edhe familja sigurisht, kurse këto dy tjerat jo. Njëna juridik, tjetra elektronik, por të dyja kanë shkëlqyer në fushat e tyre. Dhe të gjithë nxënësit e mirë që përmenda, qoftë nxënësit e shkëlqyeshëm, ato që kanë fituar olimpiada ose që kanë marrë medalje Ari, gjithmonë kanë vazhduar të tillë. Përsërish, natyrisht kjo është një histori gjithë përfshirëse. Aty jeni ju, klasa, nxënësit, kolegët, aktivitetet, prindrit, por është edhe familja juaj, sepse një grua ka shumë detyrime, ka shumë detyra, dhe kjo ndoshta e bën atë që t'jetë më exigjente ndaj të gjitha këtyre detyrimeve. Ju keni krijuar familjen tuaj, bashorti, fëmijët, kishin natyrisht edhe anën e tyre. Si keni balancuar pikërisht të gjitha këto për të mbërritur natyrisht në rezultatet që ju keni pasur? Kjo ka shpjesë e vështirë që është e vërteta, por gjithmonë nga mimjen e bashkëshortit, unë ose kolegët e mia, ja kemi arrit me vështirësi, sepse shumë herë fëmijët më të rekin vëmendjen, mam nuk më pëlqen, thot vajza, periudhën kur kam qenë me çelës në qafë. Për arsye se ishin shumë të xanë, mos i marroshim mësimin, ishin të detyruar në deri mas orës 6, sepse do bëjshim edhe konsultime për ndonjë problem të vështirë që na linte gjatë ditës, dhe gjithmonë kishim ndonjë aktivitet masdite. Për këtë them që Jordan Misja si kanë vënë merrej me aktivitetet tona jashtë mësimit, po në korrist familjes, që është e vërteta. Gjithmonë, po bashkë me bashkëshortin që tash e jeton më për fat keq, ka vite shumë që ka vdek. Dhe ai më kanë më jashtë masa që ne kësaj pune me Adar, sa ishte inxhinier në kombinat dronit dhe kishte në punë nyshe 8 orë, nësë kishte në orar.
Ne s'kishim arar, sepse ne nuk e ishim vetëm mësuesa në të shkollë, e ishim edhe edukator. Unë du me sjell një shembull, disi do më marrin në gjusit ose dhe ju, kam pas një nxënëse Adela Zhvarc, e bia Federik Zhvarc, inxhinierit elektrik që ka punu në nish elektrik, ishte e dashuruar me 108 vjeçare me një djalë që është sot Kasneci, Vitor Kasneci. Ai vite më ngacmonte vajzën në shkollë dhe unë të shkosha për ditë të shtëpia me u taku me Marien, sa Adela bani kështu. Edhe kjo ishte e përditshme. Në një ditë, Vitori më tha, përthesh nuk shqetësoj më, se ti e ke detyrën në mënyrën më të shkëlqyeshme. Atë që unë e bëj rrugë ti ma ban në shtëpi, në shkollë më fat. Kështu që unë jam shumë i kënaqur me punën që bani ju, nuk të bin qafë më. I kam taku sot, jo mu, po grupin e shoqe me cilat ishin kafe, na kanë qeras në randshëm për faktin, për një këtë fakt. Që ato sot jetën shumë bukur me 2 vete. Kjo është ajo që mësuesi nuk është thjesht mësimdhënës. Jo. Është prind, edukator, mbrojtës. Çdo gjë i shikon në një marrëdhënie të pasgjidhshme në zhvillimin e këtyre fëmijëve, nxënësve, adoleshentëve, në një moshë sa delikate, aq edhe formuese, apo jo, profesoresh? Sigurisht. Duke qëndruar tek familja, fëmijët tuaj ecën në gjurmët e prindërve me matematikën, apo? Po, matematikën e kanë ditë mirë shumë të dy. Por asnjë s'pëlqej të me vazhdo në këtë rrugë. Por doshin u ha në vitin 92 që vajza ime marrë shkollën e mesme, u hap shkollë ekonomiku në Shkodër, jo nuk du në Shkodër, du në Tiranë. Ajo ekonomik, sepse ishin gjithmonë i ka marrë vala fëmijët. Po, edhe në kanë vetën i kam lanë të lirë me bazë djadjen e vetë. Djali erdhi ma vonë 96-ën, ikën shokët e tij tanë në Itali, unë do me shku me studiu në Itali, atje ka studiu ekonomik në Itali, ekonomik të dy. Gjithsesi, në një sferë jo larg edhe matematikës. Në fakt, ajo që më bëri sot në mëngjes për shtypje, ishte ju kishte ardhur në hallin e radios dhe aty u takuat me kolegët tanë, nërmjet të cilëve edhe kolegu ynë Kujtim Draçini. Me respektin më të madh, me dashurinë dhe përkushtimin që ju keni pasur me nxënësit, me Kujtimin, me të tjerë, ai shprehu diçka që lidhet me afrimitetin që ju keni dhënë, që këto janë gjurmë që nuk shlyen, nëse në të kundërt do të mbeteshin përkundrejt shumë kujtimeve të tjera. Afrimiteti, mbështetja, dhënia e sigurisë që të kenë shpatullat të ngrohta për t'i mbrojtur, është natyrisht një cilësi njerëzore, apo jo? Kjo është e vërtetë, sepse ishte koha në ato vite që luftohej pak personi për cilin familja ka pas probleme politike. Nuk e di dhe mbinte nga mrena këto fëmijë me pas kujdes. Aq më shumë kur ishin fëmijë që s'kishin pse për të bërë këtë, sepse nëse do jepshin shenja të këqija, ndoshta do ndryja. To ishin fëmijë të jashtëzakonshëm modele. Motra e Kujtimit, vetë Kujtimi, ai përmend emrin e Arben Borshit, e kam pas nxënës preferum, Merito Palli, Valbona Qehaja, to kanë kënë tanë fëmijë që kanë pas hije politike të asaj kohe dhe unë gjithmoni më afër, ju mësoni për vedi, nuk dihet. Kjo ka për t'ju shërby ju, kaq mendoni, edhe asgjë më shumë. Në vërtet më kanë vu vesh. Unë me Merito Pallin ajo është në Bolzano, unë më i lidhje, me Valbonën që është në Paris, unë më i lidhje. Me tanë të fëmijë, me Ben Borshin që është në Rom, më i lidhje. Vazhdoj me pas lidhje me këto fëmijë që unë në atë kohë ju kam ndaj afër, kanë pas nevojë për dorën e ngrohtë. Ma në një moment kur Valbona Qehas nuk i doli shkolla, me Man Qehan, me babën e saj, unë kam marrë të dera komitetit partisë, edhe e kam thënë do të rrit derisa të marrësh një përgjigje. Ose një rast tjetër, një vajzë e jashtëzakonshme Ermelinda Bardeli, ka kenë në klasën e këtij kolegut tuj, me vajzën me motrën e saj, jo, këtij kolegut që kena përballë. Balca. Po, me Irenën. Ajo ka kenë jashtëzakonshme ajo vajzë, nuk i doli shkolla. Kam ardhë me te vetë në komitetin e partisë e i kam thënë
shifni mirë se gaboni, kjo ka pasi problem politik me babën 16 vjeçar me një lëvizje të studentëve të gjimnazit ka kënd asaj kohe që ju nuk i dini, mirë që si dini, duhen arru disa gjana ma mirë. Dhe pa të dhanë fjallën kur sa Roj Prokop Mura ishte në atë kohë sekretar partijet, tha vitin tjetër i tonë në tavolin do ta ketë vajza shkollën e Idoli shkollën me Idola vitin arshëm. E kërkoj me shku në matematik këtu, sepse kjo kishte met në Shkodër, nuk desh vitin tjetër Idoli atë ku desh ekonomikun. Një mrekulli. Ju thatë që... Insistojsha, këtë desha me thanë. Që ditët tuaja janë të larmishme, mirënjohëse. Çfarë ndjeni kur ju jeni duke ecur me një mikën tuaj, ose qoftë edhe vetëm, dhe dikush vjen, ju rrah pak shpatullat butësisht dhe ju thot, Profesore Shabiba, më mbani mend? Ndodhen para këtyre gjanave, rasteve, për fatin e mirë temi, unë kam hala memorje. Po t'jesh zakonshme madje. 80% nuk po thënë 90 i majnë mend. 91 nuk e majnë mend. Ma frotëm sot kështu, i thëmë, thuj emnin, atë jam gjene me një gjetë klasen, mësusin kujdestar dhe banken ku ka ndaj, dhe befasohen zanësit e mi, është një e vërtet. Sa bukur. Kam respektjerë zakonshëm, për ishën zanësit e mi, dhe i du një lesi fmit e mi, i du fort me të vërtet, fort. E bëni rrugën ndonjëherë për te Jordan Misja? Keni ndonjë lidhje? Po, shumë vitet, sa ka punu i fundit kolegi jemi. Më dhe mrapa më duke vedi se e tepër, shkojsh apo më duke vedi e tepër. Në fakt, kjo pjesë e historisë e curisë suaj është pjesë e jetës të përbashkët të brezave, të një brezi shumë frutbanës, jo vetëm në jetën e tyre, po dhe në jetën e vendit, ose edhe në qoftë se jetojnë jashtë vendit, këto japin një emër të mirë kudo qofshin, Shqipërisë, Shkodrës, shkollës, vetës, familjes, gjë që është bukur, jo thjesht i kujtosh, por të kesh edhe një historik të mrekullueshëm të kësaj shkolle, apo jo? Kishën dhe nuk... Nga njëherë ka ca nuk... Për dhe me vjen gjyna, sepse unë nuk më jepet në fushën e letërsisë që shkruj vetë diçka e të bëj shënime për ato që kam kaluar, se kam shumë që me thanë, por edhe nuk di, po edhe nuk e kam. Në fakt, ajo që më bëri përshtypje është se tek biseda me ju kishte shumë njerëz, shumë personalitete, do thosha, ish nxënës, ish koleg, kujtima të bukura të pashlyeshme që hedhin dritë mbi një ecuri të përbashkët të shkollës, me një përkushtim të jashtëzakonshëm, gjë që nuk ka shkuar as pak dëm. Përkundrazi, ato kanë qenë vite të mrekullueshme të formimit, por që kanë qenë edhe vite ku mund të mbështetesh për të vijuar më pas. Kjo është vlera, sepse nuk kanë qenë thjesht vite kalimtare të shkollës sa për të marrë një notë, për të marrë një klasë apo një shkollë. Jo, kanë hedhur themele në jetën më pastajm. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe, apo jo. Ju thatë që me matematikën nuk jam ndarë, por kundrazi e vazhdoj. Sepse her pas here ju keni një nxënës, komunikoni. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë ata që janë nxënës, koleg, prindër, të interesuar për shkollën? Me qërë se mund të ashtë që shtatë dhe ju jam e lidhën pak me shkollën, një vërejtje të randë të ju bashkë disa mësuesve të sotëm, që për faktin që matematika në vërtet është letësu, dhe t'i thot në nxënësit lexoje se nuk është e vështirë, kjo s'është fare normale. Gjithmonë, gjithçka është e vështirë. Gjithçka do të thanë fol, ose do të tajtë dhanë, me sinqeri, me atë seriozitetin që e kërkon lama, deri në fund, bile, unë halon nuk kuptoj si mundesh me kënë një mësues matematike në shkollën e mesme dhe mos mi dhanë diçka plus nga asaj që ka libri, kur libri është kaq poshtë me nivel. Ekzistojnë të mësues me keqardhje. Përkushtim, dashuri, këmbgulje, disiplinë, gjithmonë një punë që nuk është sipërfaqësore, por edhe e thelluar,
Do të përmbledhej një përkushtim shumë i madh i juaj dhe kolegëve tuaj, gjë që reflektohet tek puna juaj, tek kujtimet, tek ajo që ju keni lënë dhe gjithmonë ripasuroni me jetën tuaj. Kemi një mesazh të bukur, e kujtoni një nxënëse që quhet Alma Hoti, Memo ka një mbiemër. Ajo shkruan: "Ua sa mall, sa vite kaluar, por asgjë e harruar, një mësuese e rrallë, e rrep, por shumë dinjitoze e jashtëzakonisht profesioniste." Dhe më pas vijon natyrisht dhe me të tjera konsiderata. Mësuese Habibja është një shembull absolutisht mësimdhënie për qafime. Alma Hoti. Është vetëm njëra prej komentuesve për të ilustruar këtë ndjesi që ju përçoni në këto momente. Profesoresh Habibja, unë ju falenderoj shumë që ishe sot në studion tonë. Natyrisht na sollët në vëmendje një punë të jashtëzakonshme, shumë të bukur, të përkushtuar, me dashuri, njerëzore në radhë të parë, sepse mësuesi i tillë është. Ai nuk jep vetëm lëndën, jep dashuri, përkushtim dhe çdo gjë që mbetet e pashlyeshme në jetën e një fëmije apo të një nxënësi. Faleminderit. Ju uroj jetë të gjatë, me shumë respekt. Ju falenderoj që sot ishi këtu në Mirëmëngjes Shkodër. Jam e bindur që jeni një shembull për të ndjekur. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.